së bashkë bisedoj me musafirin tim të radhës, me të cilin kam darë shumë ecje malore së bashku, gjithsesi sot do të mundohemi të kuptojmë pak a shumë për, jo vetëm për ecjet malore, por pak a shumë edhe për jetën e zotërisë Shefqet Saliu, i cili përveç bjeshkatar, tashmë është edhe një udhërrëfyes malor, ka pas fatin që të sjell edhe Gjerman pikrisht në Kosovën tonë të bukur. Zotri Shefqet, Baci Shefqet, mirë se erdhe, shumë kënaqësi me të pasur. Mirë se ju gjeta. Po kthehemi pak mbrapa në kohë, duke marrë parasysh që tashmë ka shumë vite që Bacin Shefqet, ani pse e kemi shumë shpesh në Kosovë, ka shumë vite që jetoni larg në Mërgim. Po unë, s'pari po tregoj, vin nga një fshat i Gollakut, Brajin, kam migruar në vitin 1993 në Gjermani, të jetoj, akoma jam rezident atje, po vi shumë shpesh këtu. Dhe aktivitetet shpesh ta bëj malore dhe alpinizmin, përveç që edhe i takoj edhe shoke me që edhe familjar kësaj. Pa tjetër. Sa ka qenë e vështirë, apo si është marrë vendimi për ta lënë Kosovën, nëse guxojt pyes edhe të kthehemi pak mbrapa në kohë në ato momente? Shif, migrimi si atëherë, si sot është alternativë e fundit, e fundit. As ka mërgjimtar që dënë me lëshu venin e vetë me dëshirë, pos kur i imponohet. Mu më largun prej puna atëherë, faktikisht jo veç mu largun gjitha dhe faktikisht me mora mërgimin, me shpresë me u këthi ma shpejt, po nuk ndodhi ajo. Por fatmirësisht, atje filluan, pastaj u rritën fëmija, u integruan, më i me thonë, jam i knaqën me integrimin e tyne. Duhet të potencioj një diçka që nështë ta vlenë për ata. Ka që një 7-8 vjetë investojnë për skamnori, kanë bo një 6-7 shtëpi skamnorëve. Fëmijë tim, po djemët, 2 djemët e mdhaj, ata i kanë edhe janë punëdhënës atje. Fëmijë jetim pa babë, kryesisht, i zgjedhin. Edhe është një mënyrë kontribut për vendin e vetë. Që se kanë harrua. Po këto ja keni mbjell ju, zotri Baci Shefqet? Ata nuk vinë me votu këtu, po investojnë. Po të paktën pikrisht ndihmojnë për ata të cilët janë edhe kanë nevojë, padyshim. E përmendet që nuk je shumë i kënaqur me integrimin që e kanë bërë fëmijët. Të mërzit ky fakt që në një farforme mos me i thonë janë gjermanizu? Faktikisht, fatmirësisht gjuhën e flasin, edhe fëmijët e tyne e flasin përgjithësi gjuhën mirë shqip. Nuk e kanë lënë shqipen arash. Vinë shpesh këtu, po mundësit për me ardhë këtu me u rikëthy, po thimi, apo me u reintegru në Kosovë. Akoma nuk janë. Unë për veti, unë vi shpesh edhe gjoj vetën mirë këtu. A të mërzit? A të mërzit këj fakt? Po faktikisht, kur këthejna po, mërzitëm. Po edhe, tash jenë bodhe shumë, një pëmbesa atje, edhe për ata mërzitës, është mase normale, është mase normale. Gjithsesi, sa ka qenë e vështirë deri të ardha e këtij integrimi, të marrë parasysh që të kalosh Kosovën pa njoftë gjuhën ndoshta, edhe të shkosh me një vend krejt të ri, edhe të cilësohesh refugjat, të mos pritësh ndoshta mas mirë të bota, sepse e dim shumë mirë siç priten emigrantët në krejt vendet e botës në fakt. Si ju ka bët ndijeni? Është një periudhë bëjë gështirë, kush e ka provu, e din. Unë më me thonë që kam shkue, jo i bardhë, po për një kohë të shkurët jam zbardhët. Kjo ka ndodhë. Mirë, po me kalimin e kohës fillu me umësu. Tashi, realisht me zorës na është të na majtë kërkush, po u shboj jetë atje, edhe fatkeqësisht edhe po vinë akoma, nuk është mirë, po zgjojnë alternativë më të mirë këtu si duket. Nuk është mirë me lëshu venin. Po të thëmë, mërgimi është alternative e fundit. Asë një njeri nuk e lëshon me që venin e vetë me ikoj. Nuk është, po faktikisht dënë me bo diçka që së në bënë këtu, ose një diçka që... Dhe po ka akoma ende të cilët po e lëshojnë vendin në fakta, po zgjedhin edhe fatkeqësisht nuk janë edhe shumë, po themi ndoshta në mosha, janë shumë të rinj dhe të reja të cilët po përfundojnë studimet edhe arsyeja apo kërkesa atyre është gjithmonë që të gjejnë një vend pune në tregun e jashtëm. Po faktikisht atje ku është ekonomia më e fortë, po i mbledh edhe inteligjencën, po i mbledh Ajkën.
hajkën anena tash i këtu për na jetë. Për na jetë pak... Ka edhe këtu inteligencë, ka shumë anena, po... Shif, unë kër e kom lëshu, ose gjenerata e ime, është pak interesant se ne jemi një farë gjenerate që se universiteti këtu ka fillu në vitet 70-ta. Ne atëherë fillu me kry diçka prej fakulteteve. Kur u ba me ja dhënë kontributin shtetit ose Kosovës, ne na largoj. Serbia na largoj nga puna dhe na shkoj huq edhe shkollimi edhe gjithë. Kush ka mujt pastaj veç në migrim me gjithë vetën, a? Me gjithë vetën. Kjo është ka qenë realiteti. Unë fillim ishte shtirë, u dëshke me punu punët. Të ndryshme, po. Punë ndryshme. Ne në fund, pastaj e kom ba një farë punë, kom punu si punëtor social kur erdhën këta refugjat e fundit vitit 2015, ajo ishte një punë edhe e mirë për ata, se kisha përvojën time, me ju tregu aty në që vishin prej këtu, që qka i pret ose ku është. Mirë, gjithsesi, unë diskutova pak më herët, ne njifemi tashmë që disa vite, e thashtë edhe më herët që kemi bo disa ecje bashk, dhe gjithsesi për publikun tashmë ka diku 9 apo 10 vite që juve veç merreni me bjeshkatari, me ecje malore nga më të ndryshmet. Dhe ato jo vetëm edhe shumë të thjeshta, po flasim edhe mbi 5.000 metra lartësi mbi detare. Momentin kur apo si erdhi deri tek ecja parë, aty ka fillu po besoj gjithë kjo dashuri për malet për ecjen? Unë, si që e theksove, visha shpesh në Kosovë dhe vip. Edhe i kam një grup shokës që i njihëm prej Grupi Manove. Grupi Mano. Ata murën me vetin ecjen e parë e bëm Valbonën. Po. Ishte... Gogja sfiduese, a? Po. E bëm Valbonën atje të ajo u i varam duke të hyshëm atje. Ishte borë, unë me pesh pak, mu më lëshoj ke bora dhe pata atje si nga ti më të fështirën. Po. Edhe aty kom fillu. Pastaj që jam ndërprej asë një herë, unë mës me konë që më ke pa që kom hecën disa maja atje, së dikush zbeson me këtë peshje. Zbeson, po, shumë e vërtet, shumë e vërtet. Por nuk bën, asë njerë unë them që s'bën me e gjiku librin për Kopertinës, edhe është një shpreje që e përdorin gjitha. Në fund të ditës, thjesht mjafton... Ja, po, dush me bindë vetën, së njëni që... Mendësia që të arish një... Unë i preferoj moshës tretë, kësaj moshës edhe tritë. Po, mosha e tretë, ajo le të përdorë, kjo është... Mali është medikament ose ilaç pa efekt anësor. As i efekt anësor se ka. Jo, i ka efekte anësore, po i ka pozitive. I ka disa efekte, ama i ka të gjitha pozitive. Definitivisht ka efekte pozitive të cilat ndihmojnë jo vetëm trupin. Po, të më efekte pozitive që eruan shëndetin, eruan... Po, jetë gjatësin. I ndihmon në jetë gjatësi të shëndetshme edhe normalisht pa pas nevoj për një përkujdesje tani nga të tjera. Thjesht përkujdesesh, vazhdon t'jesh vital, vazhdon t'jesh i zoti, po themi për vete edhe në mosh më të shtyër. Nga ajo ecja e Valbonës nuk është se jeni ndalë gjatë gjithë këtyre viteve. Keni bërë shumë, keni realizu shumë ecje, ndoshta të përjavshme, sepse ne jemi pa shpesh, nuk po themi për një apo dy ecje. Pastaj kemi bërë disa ecje edhe në ecje tjera në për liqeni gjolit, a si liqu i ka tje, po be ecje ma të gjata që kur duket ke qenë edhe ti vetë atje në Nepalin e kemi bërë 4100 metra sa është atje. Po. Kom bë dhe Kilimanxharon, kom bë dhe është një shteg shumë i bukur Jordanin. Po. Olimpin do këtë e kemi bë. Kemi qenë bashku edhe në Olimp. Në Olimp këm qenë 2 herë. Majën më të lartë në Ballkan, gjithashtu në Musalla në Bullgari. Musalla, po. Kam hypë edhe në Lipoten, pastaj në Gjeravic. Po. Dhe gjitha këto që po i diskutojmë nuk janë të lehta, janë gogja sfiduse. Dhe një masë e mirë, ndoshta edhe të rinjve e kanë pak problem me imbri. Tani unë po e diskutoj pak që të mendësin, që të vullnetin për të vazhdu tutje. Si adeli, zotri Shefqat? Shif, faktikisht dush vetën me bindë. Do me thonë, nuk dush të posh vetën. Thjesht nisësh edhe herën e parë kur kam shku në Olimp, kisha probleme, edhe kam pas pesh akoma ma shumë. Po. Të kanë dimu ecet në humbje peshe?
Po. Patjetër. Po. Më kam ndihmu ecjet, pastaj edhe kam fillu kompeticionin edhe më pastaj është e lehtë gjithçka. E mësova edhe ritmin pastaj. E koordinova ritmin e hapit me zemrës. Edhe tash nuk e kam problem. E di ku duhet me kadalsu, ku duhet me që është shumë i rëndësishëm. Po. Edhe faktikisht tash nuk i frigohna kur do që vitin e kalum i kam pru një 2 grupe gjermansh. Këtu e kem po Peak of Balkan, ka pas, ajo më duket i ka një 100 apo në një 80 diçka kilometra i kemi bo për 7 ditë aty. Për 7 ditë? Po. Një rezultat i mirë? Maja Vajushës, për shembull, ose me rap, i ka Bajage është atje me hyp në altet. Po. Janë goxha sfiduse, a? Janë maja goxha sfiduse? Sfiduse, po edhe faktikisht kanë met edhe ata që kanë këtu kanë met fascinore. Shqipëria, Kosova jep bukurit mira për male. Ajo pjesa anej kanë fillu edhe me shenjzue shtegjet. Kjo pjesa kënej ka golaku edhe kënena janë kanë nevojë ato me u shenjzue, është kishte qenë mirë me komuna, po kush do që dënë me u marrë me këtë punë, unë do të kisha badhon edhe unë kontributin tim financiare dhe me gjithë dikon që mund me bakit. Po. është e nevojshme po besoj që edhe ato shtigje në anën e Kollakut t'jenë të shënuara, pse jo ndoshta jo vetëm për vendasit, por edhe për të tjerë që vinë, t'i shohin edhe ato. Faktikisht ky turizmi malor pak edhe gjeneron edhe të ardhurna për vendorët atje. I përmene Peaks of the Balkans edhe përpara se të fillojmë t'im tregove që gjitha gjuhët e botës i keni ndëgju pikrisht gjatë atyre 7 ditëve eci, apo jo. E që kjo tregon që njerëz nga e gjithë bota në Kosovë, nëse nuk vinë po themi ndoshta për këtë pjesën kulturore të qyteteve, vinë pikrisht për malet tona, sepse ne nuk kemi det, nuk është se kemi, po themi, ndoshta ndonjë atrakcion madhor përveç këtyre maleve tona të bukura, edhe që janë të virgjëra, të pashkelura, edhe të paprekura nga shumë nga dora. Përveç bukurisë malore, është edhe një traditë që është kryesisht burimore, është mikpritja. Që s'diskutohet, që kemi të paprekshme. Faktikisht, ai ushqimi, ofrimi i pijeve, çdo gjë atje ata, o shumë interesant me një ecje dikun atje e kuptuaj, një qift i moshuar e kuptuan që po e bëjmë Balkanin, këto Peak of Balkan. Po. Edhe mua afruan një zoja atje. Tha, e kom bë me biciklet prej Athinës deri në Gjermani. Edhe a di që më tha, në për Shqipëri edhe Kosovë, kush nuk më ka marrë lek ku kom lyp buk ose pemë. Ajo ishte për mu një farkënasia, e tha vetë nuk e kërkove, tha, asë një njeri kush nuk më ka marrë lek rrugës me bicikleta, ata kishin bërë një 2 mujdet. Po, se është rrugë e gjatë. Po, edhe unë, një në knacin, kështu ka ndodhë edhe atje, faktikisht ata janë një grupë që i ofrojnë bujtjet atona, ato duhet me gjeneru pak leka. Pa tjetër. Mirë po, shërbimin e bëjnë E bëjnë mënyrën ma të mirë të mundshme me gjithë zemër që e kanë. Edhe ka raste kur ndoshta kërkesat e turistëve, qofshin vendas, qofshin të huaj, gjithmonë shkojnë tani edhe prej shtëpisë. E kemi këtë... Po. Sikur... Zakonisht në fund, mbrëmje, zakonisht atje, në gotin çdo bujtin atje, atë arakinë e shtëpisë ja u kanë afruar. Pikërisht, është një simbolik e vogël, çfarë do qoftë ajo gjithmonë, kjo prej shtëpisë që ndron të çdo shtëpi shqiptare. Ajo që unë e kom bërë dhe atje me jetë që shumë ditore, atje, por nuk është kjo. Nuk e gjenë pikrisht këtë ngrohtësinë. Mirë, po ndalemi pak të diskutojmë 2 grupet, po fillimisht këtë të parin me qenë se ka qenë shumë në numër më i madh. Kanë qenë plot 17 persona të cilët kanë ardhur nga Gjermania në Kosovë dhe Shqipëria për t'i bërë këto Peaks of the Balkans që i përmendëm pak më herët, apo pikat e Ballkanit, majat e Ballkanit, nëse e përkthejmë kështu në gjuhën shqipe. Po, ata... Dhe për plot 7 ditë kanë fluturuar në Tiranë, prej Tiranës një natë e kemë bërë në Shkodër, pastaj e kemi kalu Komonin që ishte një bukuri perle. Që s'diskutohet, gjithë se cili duhet patjetër. Edhe kemi dalë në Bajramçur, prej Bajramçurit pastaj kemi dalë në Valbon, edhe aty pastaj shtegjit kemi dalë në ato për çdo ditë. Faktikisht,
muj me të thënë një gjë, kur jemi hypë në disa maje, ose në disa bukuri që i kemi pa shumë herë se, me që unë isha aty organizatori, nëse kam lejohet me ja përmen emnin Arjaniti Adriatiku, po ata më thanë priti para ne të korrigjojmë nëse e gabon rrugën. Edhe shumë herë më theshin mos u ngut se nuk ke mundësi me shiju më këtë mrekulli. Këto momente që të sjell pikrisht ju lutem, më theshin mos u ngut, por lena ngadalë të shijojmë ngadalë këtë bukurit në natyrës. Si u ndjeve që ta besun këtë? Ajo tani, pastaj është diçka në veti. Ata e kanë bo, është shumë interesant, e kanë bo një farë me fotografi, se është ajo shoqata Deutsche Alpenverein Thirrët, janë shumë të organizuar edhe e kishin pas bo vazhdimisht për çdo ditë fotografit, edhe një farë rrëfimi, edhe i thrasin antarësin, me një farë sale, edhe faktikisht ai një farë organizatori Stefan e quajnë, edhe ai ju spjegoj kërë fotografin, venin, edhe në fund, tregoj që unë kom qenë ideator edhe i kom ndihmu me gjuhë edhe plus shërbimet e ato edhe më duar trokitën aty gatin janë 150 vetë kanë qenë. Çfarë ndjesie? Ishte kjo për ty, tani duhe marë parasysh që nuk ka as pak rëndësi mosha, nuk ka as pak rëndësi prengalja, nuk ka as pak rëndësi se kush je, në fund të ditës ka qenë një sukses, një rezultat shumë i mirë i cili është mirë prit nga komuniteti i beshkatarve. Ky komunitet është i veçantë, është humanitar, është solidar, këtë bukën të jep, ujnë të jep, në të me thonë, është komunitet i veçantë. Për ata i preferoj çdo njonin se edhe nëse pak ka ngarkes në veti, me këtë aktivitet është... Une gjithmonë e them, nëse jo heq për fizikun, për trupin, bëjeni përmendjen. Në fund të ditës bëjeni përmendjen sepse do ta kesh një tjetër ndjesi, disponimi ndron. Kjo është mbi të gjitha, nëse me disponimi më të keq nisësh për me shku edhe me bu një ecje, në fund ditës keme thonë sa mirë që shkova. Se gjithçka ndron në balancin kimik të trurit, kur je në ku banoj nisë atje, malore. faktikisht i kam edhe ata, do t'jem i kam aty afër me një shtëpi që jem bashkë, me nëgjes qohna herët në 6 ora, ata duhen me shku në punën, kur më shojnë mu ku për shkon me heca. Me një qantë, me... Po i ngarku me qantën edhe i pregaditën. A ju boni përshtypje Gjermanëve heq Kosova? Po, në Kosovë është shumë interesant me 2 grupet, sigur kur e porosit. Kur ramë në Bjesht Junikut aty, filloj me rashi me grupin e parë. Edhe përveç i rashi e lajmëroj edhe vetim. Edhe vendosëm mës me heca dit. Mos me vazhdu Po ra me pa manastirin e Deçanit. Ra me pa tregun e Pejës. E pa me edhe muzeun që ishte shumë diçka fantastike, një muzeja në Pejë aty, ishte të në shpinë e Begallëve, më duket aty. Me 2 grupet, edhe me herën e 2, sigur kër e përësit njëjtën ditë në Roku Shiu, edhe Shiun edhe Pejën, edhe qytetin. Po edhe këtë pjesën kulturore, ndoshta të qytetit. Edhe ata për ta ka edhe interesant edhe manastiri. Unë se kisha ditë, aty e mora vesh që gratë po dushke me pas femnat shami me aty e vendosën aty me gjithë shajnë u tha edhe banë edhe me hipa shamia. Po, i kanë disa regula aty në manastir. Aty e kuptova që ortodoks po dushin me pas shamin. E vërtet. Janë të vështira këto ecje malore që bënë Zoti Shefqet, tani e përmendje dhe moshën e tretë me qenë se shumë, po themi... Ja, me vullnet këto hiç janë vështira. Hiç ai që merret me këtë punë, ne hatë vetëm fillimin e ka në fillim deri sa... Po i duhet pak, pastaj sun rrin pa ato heqa dhe, domethënë është diçka edhe, du të thëmë një gjatë që ndoshta është të mërkureve, është një grupë që dalë për çdo të mërkurë atje është janë... Në Gjermani, a? Vazhdo do të thotë ti ndonë ecjet edhe në Kosovë, por vazhdon të ecësh edhe në Gjermani. Atje kur është atë çdo të mërkurë është një grupë janë senior, njerëz kryesisht moshuar mi 70 vjet. Edhe ai është organizatori përveç ecjes, e gjithë herë bën ecjen dhe ndikon të një farë bujtine ku ka mundësi edhe me ngranë. Po, me pushu, me... Po, edhe bëjmë 2 orë ecje, pastaj ulmi ham buk aty, edhe kthehemi pap edhe një 2 orë tjera deri te pika ku jemi nisë. Po nëse dikush ka ditëlindjen, paraprakisht thet unë sot i paguaj pijet.
Edhe para 3 dite kur kesh atje, një zoj e vjetër e pakujti 93 vjetorin e festoj. 93 vjetorin? I bën 13-14 kilometra. 93. Pa undalë? Po. Pa undalë? Me ne, ajo nuk është që shumë sfiduse, se zakonisht e bën 250-300 metra në alësi, disnivel i bën, ose maksimumi 350-400, mirë po hes 93 vjetë. Dhe me thonë, nëse dënë me hes 93 vjetë, dush me janis me 50. Me mendu shumë mirë këtë, me qenë 93 vjeç në formë, pa pas nevoj për përkujdesje. Plus e këthjellë në kokë. Mbi gjitha. E këthjellë në kokë se mosha pak edhe... E bënd vetën, edhe me pjesën e trurit. Faktikisht, thjesht... E jashtëzakonshme. Po thamë, është diçka që thjesht... Kemë dëgjuar historinë e saj? E ka bërë këtë ecën, ndoshta që një moshë shumë... Po, ajo tregoj ecjen kur e ka fillu. Faktikisht, e kishë ndruve në banimin për shkak që burri ju kishë smu, si duket kishë pas një smundjet mushkënis, edhe kishë dalë me njerë edhe ka fillu me burrin me hes, mirë po smundja ato e kishë pas mujt, nuk e ka më burrin ajo, po vetë ka vazhdu ajo. Ka vazhdu ecje? Po, vazhdu në ecjen, edhe nuk është veç ajo, janë edhe një 3-4 tasha ka po hajrin, janë edhe një 3-4 tjerë që janë afer 90 vjetëve që ecjen. Që vazhdojnë të kenë ecje dhe të jenë të zotë për të përshku 14-15, ndoshta edhe më shumë kilometra në brenda ditës. Faktikisht, her pas here, dhe është pozitive kjo për moshën tonë, që her pas here, edhe nëse nuk i bën ato 13 kilometra, i bën 5. Po. E organizon shtegun, vjen deri te pika ku ulemi me hangër bukë. Ka komunikim atë komunitetin aty. Njerëz që i kanë njohur 10 vjet, 15 vjet, rrinë aty edhe kthehet. Është pozitive për moshën e vjetër. Pa tjetër. Edhe këtu në Kosovë kanë fillu. Me thonë drejtën, unë jam i knaqën se nuk di kur filloj, kjo më duket me kohë të pandemisë, po është masovizua, ka fillu të bëhet ndoshta edhe si një lloj trendi. Dhe jo vetëm për trend, po për gjitha moshat, nga çka kam pa në shumë ecje të ndryshme, janë mosha të përzjera. Qoftë nga të rinjt, mosha mesme, por gjithashtu edhe mosha e shtyr që faktikisht dalin ecin edhe përshkrojnë goxha kilometra dhe goxha ngjitje, disnivel në këtë rast që është për të marrë lakmi kur t'i sheh. Faktikisht, fakt është, kur e shedi kanë, stijat po të kujtohet atje, kur na peneve, grupin Mano atje nalë në 4100, atë në qysh neve. Nuk diskutohet, keni mri para neve trive. Grupi Mano ka qenë gjithmonë të kryesu gjatë ecjeve. Po, faktikisht, është edhe respekti që ne e bëni ju është, edhe ajo është një motivacion, ose një motivim, për shumë mosha e re si na motivon neve me... Ma kjo është, po menoj që kjo është reciproke, sepse edhe ne që jemi, po themi pak më trind, ndoshta, kur ju shohim juve, jo që na motivoni, po për kundra zë, ndjemi... Nëse dikush është tu menua me ba, mës me ba, thet ka dalë se s'po bëj ka me lanë. Po jo, po kur e shë, për shumë, kur ju shë juve, Baci Shevqet, grupin Mano, që gjithë ndoshta jeni paka shumë në moshën e njëjtë, por që edhe kur dëgjon histori si kur ajo 93 vjeçarja dhe i sheh që janë të pandalshëm, çka me buna trit, që shgudzojmë na me u anku, apo që shgudzojmë na me thonë s'po mundemi? Ma sollën ermen një diçka. Unë nisë me shku me grupin Mano këtu në Lypeten. Edhe atje i takum një grup trish, pak ma tri se na ishin kanë atje, edhe na pa neve edhe të hecë edhe filloj a i tha, a dini tha që, për ju thëmë një gjatë, a jom nisë me shkuë deri të një pjesë, nuk e dija e ka bo atje në një varë pjesë, aty tha dhe u lodha. Te stanet? Po, për mi stanet. Për mi stanet. Po, tha, aty dhe u lodha dhe do shta më u këthyje. Ndërkohë, tha, për i shohë po vinë një 2-3 vetë aty. Edhe për shohë, tha, një zoj, e vjetër, tha, për mi 70 vjeç, i shqyp në altë atje. Po? Edhe thash, ja, unë po këthena. Dhe aty tha fillove edhe dolla laltaj. Edhe ka vazhdu ecje? Po, e ka vazhdu. Edhe tha, mos e kom dërpëri kur, tha. Po kjo është motivimi që vjen pikrisht nga moshat e ndryshme, nga njerëz të komunitetit, është gjithmonë ai që të shtyjnë përpara. Kështu që po besoj që është reciproke. Ju për neve ma tri, po themi kështu, edhe ne për juve kur t'ju shohim që është arritje jashtëzakonshme. Dhe i përmendëm s'po flasim vetëm për ecje ndoshta që janë më të thjeshta, apo
kanë disnivel të ullët, e përmendëm Kilimanjaron, Olimpin, Musallën, këtë janë këto maje të cilat janë gati 3.000, 4.000, 5.000 metra lartësi mbi detare. Edhe në Dolomite kom qenë në Pilim. Në Dolomite kemi hini, jemi kanë grupin e parë me këtë grupin këtu edhe jemi fut me një farzone, me të vërtet ka qenë shumë e vështirë. Po. Shumë e vështirë, u shkanë në fund shkrujte që nuk bën palitar edhe pa helmeta. Helmeta, na pa ato kemi hisë, nuk e ditë. Nuk e keni ditë informacione. Gjithsesi këto janë mirë që keni kalu mirë pa probleme. Po, mirë. Ka pas ndonjë moment kur keni qenë në rrezik për jetën? Baci Shefqet? Aty në Dolomite me një farë vend i kom rëshit pak një herë me një farë, atje më dok si pak, mirë po e kisha pas thy një bri, masane e kom vrejtë. E nisha një dhimë tunë me nova që muskulore, po mas e kom bërë një farë në geni, masane ka konstatu që ka qenë e thyma jo. Ua, edhe keni vazhdu kështu me aktimin? Edhe ashtu kom vazhdu dhe një 2 dita 3. 2 dita 3 pas kësaj keni vazhdu me jetë? Po, për zotin kështu ka qenë edhe. Tash po besoj jeni mirë? Jo. Ka kalu? Jo, i ka 3 vjetë kjo punë. Po, e mirë shumë. Edhe ke vazhdu për kundër këti lëndimi, për kundër kësaj situate, ke vazhdu si ndalë asë njerë, edhe vazhdo në bësh e të tjera. Unë thamë, kjo punë vetëm unë fuqia me më lënë. Po, jashtë zakon shumë. Edhe nuk ka skandalje. Pa tjetër. Skandalje. Pak për më pengon pesha, po që me ba. Vazhdo në Po, faktikisht, unë e thëmë herë me mujtë me hjek pak peshën, s'ka maje që... Të ndalë, po. Nuk është du të ndalë asë një maje, Baci Shefqeti, përmendëm edhe disa nga më të vështirat edhe normalisht që për kundër gjitha sfidave që mund të vinë me rrugën, si kur ajo rrezikshmëria, si kur peshën që po përmendi, ju jeni pandalshëm, nuk është se po ju pengon diçka e tillë. Ka edhe për mosha treja rrezik që... A së diskutohet? Mali është i paparashikueshëm sa shkon me diell të nxenë shiu apo ndonjë... Ose të kap gjarpni. Ose të gjarpni. Edhe raste tilla kemi pasur në komunitet e vërtet. Eksperienca ma e bukur apo pamja ma e bukur? Shif, pamja e bukura janë Alpet tona janë perlë. Janë perlë. Mirë po, me thonë drejten, e kam cek edhe me njëherë ku jem kanë atje. Petra, qyteti i vjetër në Jordani, edhe aje më kalon, e kam një mbres aty edhe ka mundësi që edhe i herë shkoj aty. është një qytet shumë interesant, Petra, plus i ka edhe do kanjoni shumë interesant, një 2-13 kilometra. E ka një shtek të mirë Jordania. Plus asaj, përveç asaj edhe komunitet. Në Jordani do të shkosh vetëm apo do të shkosh me ndonjë grup? Jo, me grup. Me grup do të shkosh. Thashone që i kom pas me shku me këtë grupin Gjerman, po për shkak situatës, ata e kanë shty, ka mundësi që vitin tjetër organizojnë. Po mirë, ndoshta edhe që të sotë situata dhe normalisht siguria është... U mbyllën aeroportet, nuk ishte pa. Po siguria është mbi gjitha, kështu që shtegu është aty, në çfarë do momenti. Ndoshta pastaj ka mundësi që bëj edhe një shtek ndikon këtu, ka Kërgjistani apo Polonia apo so dikun këtu me këta grupin. Me Toka Expedition, gjatë gjithë kohës po flasim për Adriatic Gazaferin, cili në një farë forme po e bën këtë mbledhjen e komunitetit dhe gjithë dashamirësve të ecjeve malore, një mix kështu pak kulturor i qyteteve edhe normalisht gjithmonë duke i bashku majave të ndryshme në përbot. E ka bën një përvojt miraj edhe faktikisht është komuniku si mirë, edhe na me te shkojmë, po nuk janë të këqia stjerës, nuk du me asisht se i kom taku rrugës në Peak of Balkan, edhe disa që kemi qenë bashkë në Kilimanjaro, ose anena ata tash janë guida që ju kanë pri grupit, gjithë janë të mirë. Nuk kam asë një vrejtje, po ne jemi mësu me kacaferin edhe... Qashtu është shumë... Njeri ju kështu vepran, për diri sa është komunikimi mirë? Edhe jemi ai grupi i manos gjitha dhe në. Po mirë, si kaloni një me njëri tjetrin? A mërziteni, a ka ndonjë problematik ndonjë herë gjatë gjitha ecjeve përbashkëta që i keni? Jo, nuk, ne bëjmë humor, kështu, ndokëm si jem pak të frustruar, po jo, mira, dhe njemi, thashun, njemi për viteve 77-8 njemi, dhe më dhe njën për mrit. Një shoqni që nga viti 7. Ajmano, na i thënë pa i herë ato... Regullat, apo... Regullat,
Po mirë se është lezeti i grupit. Po, jo. Pa ta zbëna, i ku nisëm pa te. Po, se gjithmonë, ndoshta me ato hajgaret, me gjitha ato që i bën... E ka edhe, është edhe ka një lloj personaliteti që... me rrjeta sociale na... Po, gjithmonë e gjenë vetën TikTok të Mano. E përshëndesim Manon që pëse veç është tuna përcije. A ka ndoni mal, ndoni maje, ndoni ekspedit që e keme pa tjetër, a i që a ke vënu synin që një ko, edhe e ke në plan për me realizu? Jashtë aktyrën që i përmendëm pak më herët. Me thënë drejten, ne e kemi mësu si thmi këtë triglavin. Maja me lartë e Slovenisë, po. Ndoshta e kam pak me mu, por nuk është gjithësësi adhin, po thash unë qitoj Nepalin, po Kilimanjaron, po Dolomite edhe atje, jënë kanë Olimpin, Musialen, këto të Kosovës më së flasëm, nuk kam shumë danena se, po me ndërkohë... Po mdalim bol të thonë që to... Me bë me leviz, diçka sigurisht që nuk e largojmë, dhe nuk shkojmë, nuk pritoj heq me shkojmë. Po, e qartë, edhe nështë atash kjo është këthyër në një farë formë si një loj ma shumë se hobi. është këthyër si një loj, ndoshta për mos me e quajt pun, edhe pse është këthyër pak sa... Është një maja që kemi planifiku shpesh her me bo, është atje mi parkun kombëtar Llogora Maja Qikës. Po. Edhe ata... E kene plana? E kemi plan me bo, edhe pse thanë është sfiduese. është sfiduese, sidomos në kotën nxehta, din tjetë pak sa sfiduese, të marrë parasysh që nuk ka edhe burime të ujit gjatë ecjes. Ishtë sfiduese, po fundi dhe isat mujmë. Fundit, nuk e keni lënë asë një maje tjetër pa e përfundu Baci Shevqet, kështu që edhe ajo bëhet. Thjesht duhet me vazhdu edhe me mendu pozitivisht. E ke pas gjitha grupet është kanë e përzime, ka pas edhe për i Shqipnis edhe ne. Kom bët diqa miqë edhe atje, nga Tirana, ne jënë... Kjo është e mira e grupeve, se kryon ndoshta edhe miqësi nga gjithë bota në fakt, jo vetëm nga Kosova, Shqipëria apo Maqedonia Malisi. Tash jemi shpesh komunikojmë me këto gujdat që nga kanë prine për këto venet Afrike, Nepale, komunikoj edhe me ata, nga ka met një farmisia i grupi, se zakonisht atje është dikush që prina dhe sigurat. Tani, atë bëjmë një krahasim të voskële, unë e kam paka shumë në mendje se cila do tjetë përgjigja joje, po gjithsesi po e bëj pyetjen. Malet ma të bukura, Gjermania apo Kosova, Shqipëria? Ja, edhe ata vetë thojnë që Alpet janë maje perle janë. Do me thonë e pranojnë edhe ata me plot gojën që s'ka me malet tona. Së diskutohet. Po, Gjermania ka male, po që ka shumë pozitive, shtegje ka shumë. Shtigjet janë... Ka, ata janë kanë shënzume. Po besoj që janë të shënzuara në mënyrë shumë profesionale, a? Jemi mësu të shojnë... Edhe faktikisht nuk mund me veç pak me mësu të regullën e tyne, edhe hiq mës me i pas aparaturën... GPS-in apo këto teknologjit e fundit. Po, ato mund është edhe me shënzim. Janë të shënzume gjithkon, edhe faktikisht gjithë shteg e ka sap me jetë, ku e jetë, edhe e ka në fillim të regon. Po kanë tradit më të madhe se ne. Plus asë, po, edhe kanë kushte edhe ma shumë. Vetë shoqëria në cilën jeni pjesë atje, përmendet që është më shumë se 200 vjetë e vjetër. Po, ajo është... Ajo, koha, gjitha këto vite e bëjnë pak të vetën. Edhe neve, ndoshta, kemi shoqëri bjeshkatare të cilat e janë edhe 100 vjetë e vjetra, por gjithsesi, ende na duhet koha, edhe normalisht që duhet pa dyshim edhe të punojnë pak në këtë drejtim, në shëndzimin e mirëfillt të shtizjeve. Për kaq sa kemi fillu, ose sa unë e di, është avancu shumë. Për sa kem fillu, ose sa unë që 10 vjetë që merëna me këtë punë, që shka qenë fillimi edhe që është sot, edhe në Kosovë dhe në Shqipëni ka avancu kjo aktivitet shumë. Shumë edhe është shumë e mirë, sepse thash unë nuk ka gjuhë të botës që se kom dëgjuhë në ato zonat atje. Nuk ka heqë. Kjo është ma e mirë, atë kesh në Kosovë... Plus asaj edhe siguria shumë maksimale. Do me thënë, kam pas rast me pa femna, veç vetën të udhëtu anena, herë një, herë dy, dhe absolutikisht pa... Të vetme pa për cilje dhe normalisht të ndjera shumë të sigurta, sepse të ta ofron Kosova. As kafsht mos fort s'po sulmojnë anena. Edhe ari, ka nuk...
e vërtet. Jemi të minutat e fundit, krejt për fund, cila kishte me qenë porosia juaj edhe kur do të kemi prapë herën tjetër në Kosovë? Çfarë ke planifiku? Si fund nesër do iku për Gjermani, pastaj kthehem diku ka mundësi da fundi i gushtit. Porosia ime është që maks njerëzit provojnë mos të lëshojnë vendin e vetë. Sfida është me mujtë këtu mbi me jetu, mërgimi nuk është zgjidhje, është zgjidhje e fundit, mund me marrë njeri. Po, nëse pështetesh për muri, si sot... Po, edhe ata që janë atje e kanë mundësi me investu, këtu le të kthehen. Ndoshta kanë vrejtje njerëzit të byrokracia, të korupcioni, anena, po duhet me insistu me bakit vend mirë. Me shty për para, pa marrë parasysh pengesave. Unë nuk diku e kom një dikun, nështë përse a kem kohane, po është një, si batut, nështë për humor, po është pozitive. Thot, kur i kanë datë zotit, to ka qithë kish pa harru shqiptarëve, dhe i thët dikush më rëthet ke harru të shqiptarëve. Po bre, thët pas në harru, thët, po i kom datë do për vetje, po ja u dho qata. Matë miren. Me thëllata që e ka datë, kështu që e kemi të dhurat për i gjithë kun kënjena, ku janë shqiptarët është e mira. Shumë e vërtet, shumë e vërtet. Po alpinizmin, ose këta... Bjeshkatarin për gjithësi. Bjeshkatarin, letë fillojnë edhe të rritë, po mosha e vjetër gjithësi. Gjithësi, pa tjetër. Nuk ka smundje ajë që merret me bjeshkatarin. është shumë e vërtet dhe tashmë është edhe shkencarisht e vërtetuar. Organizmi harxhohet, sa është proces, po harxhohet prej natyrës, po jo prej smundjes. Bravo. Dhe shkencarisht është vërtetuar që kontakti me natyrën, ecjet dhe normalisht të qenurit për shumë gjatë në aktivitete fizike ndihmon apo ngadalson plakjen, e që kjo kontribon në jetëgjatësinë e gjithë secilit. Shumë kënaqësi që të pata këtu, Baci Shevqet, faleminderit për gjitha këtu që ndojtë me ne. Kënaqësia ishte edhe imja. E ne po shpresojmë se pse jo, ndoshta të shihemi edhe hera tjera në ndonjë ecje tjetër. Gjithsesi. Kënaqësi, ndoshta me një ekspeditë reje. Pse jo, me gjithë qef. Miqtë e mi dashur,